E nderuar kryetare e Kuvendit dhe ushtruese detyres së presidentes, të nderuar ministre Rizvanolli, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar media, të dashur qytetarë. Kërkesa e PDK-s për seancë të jashtëzakonshme ndërtohet mbi pretendimin se njësoret nuk maten sakt. Se faturimi është i manipuluar dhe se ekziston përfitimi i organizuar në dëm të qytetarëve, duke kërkuar përgjegjësi institucionale. Megjithatë, këtu kemi të bëjmë me një çështje që kërkon ndarje të qartë mes matjes, tarifimit dhe strukturës së tregut. Sistemi i energjisë në Kosovë funksionon mbi parimin e të hyrave të lejuara maksimale, që do të thotë se operatorët nuk mund të gjenerojnë të ardhura përtej kufive të përcaktuar nga ZRE. Kjo strukturë mbyllur rregullatore kufizon fitimin dhe e lidh atë drejt për drejt me kostot reale të sistemit, prandaj ideja e përfitimit të pakufizuar përmes manipulimit të faturave mbie ndesh me vetë strukturën ligjore të sektorit të energjisë. Çështja që po ngritet me kërkesën e PDK-s lidhet me sinkronizimin kohor të njësorëve elektronik dhe jo me saktësinë e matjes së energjisë në kilowatt-orë. Sipas legjislacionit metrologjik, një njësor konsiderohet i saktë nëse qëndron brenda kufive të gabimit të lejuar për matjen, ndërsa devijimi i kohës ndikon vetëm në ndarjen e konsumit në tarifa të ndryshme, duke zhvendosur problemin nga matja në faturim. Agjencia e Metrologjisë së Kosovës është institucioni vetëm kompetent për verifikimin e saktësisë së njësorëve elektrik në bazë të ligjit për metrologjinë, prandaj çdo pretendim për pasaktësi në matje duhet të trajtohet në këtë kuadër. AMK realizon verifikim periodik dhe verifikim të jashtëzakonshëm, përfshirë edhe rastet kur qytetarët paraqesin ankesa, prandaj ekziston mekanizëm i drejt për drejt institucional për kontroll dhe mbrojtje të konsumatorit. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes Agjencisë e Metrologjisë së Kosovës ka mandat të qartë për verifikimin e njësorëve dhe ka mekanizma të rregullt kontrolli përmes verifikimeve periodike dhe të jashtëzakonshme. Afati 12 vjeçar i verifikimit dhe fakti që mbi 153.000 njësor janë tërhequr nga rrjeti gjatë viteve 2024-2026 tregojnë një proces aktiv të mirëmbajtjes dhe jo një sistem të lënë jashtë kontrollit. Është rëndësishme se edhe këtë vit, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka intensifikuar aktivitetet në terren përmes komisionit verifikues për njësor elektrik si përgjigje ndaj ankesave të pranuara. Gjatë verifikimeve të realizuara në laboratorin e Agjencisë së Metrologjisë, është konstatuar se nga ana e KEDS nuk është respektuar afati i vlefshmërisë së njësorëve elektrik. Në bazë të këtyre gjetjeve, Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut ka shqiptuar gjoba në vlerë prej 1.500 deri në 5.000 euro për secilin njësor me afat të skaduar të vlefshmërisë, pra deri më tani rreth 30.000 euro është shqiptuar si gjobë ndaj KEDS. Çmimi i energjisë nuk është rezultati një elementit vetëm, aq më pak i njësorit elektrik. Rezultati është një kombinim faktorësh që përfshin importin, humbjet në rrjet, prodhimin vendor dhe mekanizmat balancues të tarifave, prandaj rritja e faturave nuk mund të reduktohet në një pretendim për manipulim teknik. Në raport me operatorët përfshirë KEDS dhe KESCO, vetë dëshmit në 2 komisionet hetimore parlamentare tregojnë se këto kompani operojnë brenda një sistemi të rregulluar, e në shumë raste edhe në detyrim të marrëveshjeve me institucionet publike, si atëherë kur i nënshtrohen obligimit për shërbimin publik. Materialet e Komisionit Hetimor për periudhën 2006-2022 tregojnë se sektori i energjisë është ndërtuar mbi një strukturë tepër të fragmentuar dhe shpesh pa përgjegjësi të qartë institucionale, me vendimarrje të shpërndar mes UNMIK-ut, KEK-ut, ZRE-s dhe institucioneve vendore. Vetë fakti që Komisioni ka kërkuar të gjitha kontratat, auditimet dhe vendimet për 16 vite tregon se problemi është sistemik dhe historik, jo i reduktueshëm në një çështje të vetme të njësorëve elektrik. Në aspektin financiar, është evidente se ka rrjedha të ndërlikuara të paras në sektor
si pagesa ndërmjet kekut dhe operatorëve, mekanizma balancues që korrigjojnë diferencat ndër vite. Kjo strukturë e kontrolluar e bën të vështirë ekzistencën e një skeme të fshehtë përfitimi pa reflektuar në mekanizma rregullator. Ekzistojnë raste të identifikuara të devijimeve apo të njësorve me probleme dhe këto janë trajtuar institucionalisht, përfshirë edhe procedurat për kompensim. Megjithatë, deri më tani nuk ka një përfundim ligjor që të vërtetoj ekzistencën e një manipulimi të organizuar apo sistemik, çka e bën të papërgjeshme nxjerrjen e konkluzioneve politike përpara përfundimit të procesit. Dukuria duhet hetohet dhe këtë po e bëjnë të gjitha organet kompetente. Kërkesa e PDK-s tenton të reduktojë një sistem kompleks në një narrativ të thjesht për manipulim të njësorve. Ndërkohë që kemi të bëjmë me një realitet shumë më të ndërlikuar, ku çmimi, faturimi dhe funksionimi i sektorit varet nga faktorë të shumë strukturor dhe rregullator, dhe ku çdo problem konkret duhet të trajtohet me prova dhe procedura ligjore e jo me deklarime politike të përgjithshme. Të nderuar të gjithë deputet të Kuvendit, unë jo më larg se dje pranova një letër nga komuniteti i energjisë që kërkoj që sa më shpejt Kuvendi i Republikës së Kosovës të procedoj projekt ligjin për energjin dhe projekt ligjin për elektrikën, këto si reforma që janë në harmoni me direktivat e Bashkimit Evropian. Të nderuar deputet, kjo kërkesë është pas mos miratimit të mocionit për përshpejtim për miratim të këtyre projekt ligjeve. Është shumë e rëndësishme që Kosova të jetë në hap me të gjitha reformat e pritura dhe të zotuara për integrim në Bashkimin Evropian, për integrim në rrjetin energjetik evropian, e jo në rrjetet e tjera ku Evropa po bën kërkesën që ne të shmangemi, sidomos nga rrjeti i gazit rus, edhe pse Kosova nuk e ka këtë çështje, por shtetet tjera me aspirim në integrim evropian, dhe kjo është një pyetje për kolegët deputet të PDK-s. A është mirë që ne të brengosemi për reformat që të miratojmë në Kuvend, apo të ngrehim një narracion vetëm për një njësor elektrik? A është mirë që ne të shtyjmë reformat e zotuara që janë edhe masa të planit të rritjes, apo të blokojmë projekt ligjet, miratimin e projekt ligjeve përmes mocioneve të mos miratuara? Të nderuar koleg, ju lus që në emër të komisionit edhe për sekretare për Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion që të përshpejtojmë sa më shpejt reformat që është zotuar shteti ynë, Republika jonë, për integrim në rrjetin energjetik evropian dhe të mos manipulojmë për një çështje të zvogluar vetëm në njësor elektrik. Problemi është shumë strategjik në aspektin e ndërlikuar në shumë operator, në shumë institucione, dhe ne duhet ta përfshijmë gjithë historiatin e këtij sektori. Faleminderit.